dhe bekimi, por edhe për të gjitha ata që din që ne jemi këto. Ne kemi filluar këtë krimtim, nuk e diam ma në mend, duke uruar njëri tjetrin praninë e Zotit. Unë ju kam thënë, Zoti qoftë me ju. Ashtu është. Zoti është në mesin tonë. A i vetë në tha që kur një, dy, ose më shumë janë të mbledhur në emrin tim, unë jam aty. A besojmë ne këtë të vërtet? Pa tjetër që besojmë. Dhe kur jemi të aftë që të lejmë gjithçka mas nesh në shtëpitë tona, fizikisht, sepse trupi ynë, mendja jonë gjithmonë mban si një bagazh historinë tonë, problemet tona, sfidat me të cilat përballohemi, por prapë se prapë kemi gjetur pak guxim më shumë që të vim këtu për të kërkuar diçka më shumë, diçka tjetër, ndryshe. Çfarë na ka sjellë këtu, të dashur vëllezër e motra? Çfarë na ka sjellë këtu? Kush na ka ftuar këtu? Sigurisht vendin e shenjtë që përmban për ne një farë edhe një ftesë të gjallë që Zoti është i pranishëm me mrekullitë që kryen nëpërmjet e shenjtën tonë, por sigurisht në zemrën e secilit prej nesh banon një dëshirë për të përmirësuar diçka në jetën e vet. Keni dëgjuar, të gjithë kemi dëgjuar në leximin e parë atë historinë asaj grua veje, një grua veje cila ishte e varfër, s'kishte asgjë në dorë, vetëm pak miell. Dhe Zoti e bekon atë pakicë dhe e shndërron në një bollek. Zoti gjithmonë pranon pakicën tonë që të bëhet diçka më të madhe. Nuk dim ne çfarë mund të japim Zotit, ndoshta sot mund të japim Zotit varfërin tonë shpirtërore, faktin që nuk dim si të lutemi, faktin që ndoshta ndrojmë Zotin vetëm të kisharaqit, të martëve, ose vetëm me natën, 12, dhe pastaj bërojmë gjithçka. Ndoshta po ofrojmë Zotit sot mungesën e shpresës në jetë, fëmijët tanë që janë larguar prej vendit, ose ne vetë që po programojmë një jetë larg Shqipërisë. Çfarë po ofrojmë Zotit sot, që ai pastaj të na shëndërojë edhe të bëhet një pasuri shpirtërore. Në ungjin e sotëm, se që kemi dëgjuar, Zoti na kujton që ne nuk jemi si një dritë ose jemi si kripa tokës, por jemi drita e botës, jemi kripa e tokës. Dhe këtë dignitet, ne e kemi fituar momentin që jemi pakëzuar. Mbani mend kur jemi pakëzuar ne vetë, ose dikush tjetër nuni, ose nunesha, kam mbajtur një qirin në dorë, për të na kujtuar që me të vërtet nëpërmjet pakëzimin, ne jemi zhitur në jetën e Krishtit dhe jemi bërë drita e botës. Për të ndryquar. Ju dini shumë mirë që nëse të projmë me kripen, a di ushqimi humb shihen në vërtet. Humb. Dhe për këtë arsye, duhet një farë bilans midis gjërat që na tërheqin bota zakonisht, dhe edhe gjërat shpirtërore që nuk mbarojnë kurrë. Një ekuilibër, po. Sepse një person tepër i devotshëm, por nuk di të jetë pastaj një bashkëshort i mirë. Bashkëshort e mirë, prift i mirë, motër e mirë, nxënës i mirë, atëherë çfarë vlen ajo për shpirtëria? Ky është një ekuilibër, që e gjejmë vetëm gjatë lutjes, sepse në lutje ne besojmë të bëhemi të përvojtur. Shpesh nuk gjejmë as fjalët, nuk dim që të lutemi. Bën një herë vetë përsërisim formulat që kemi dëgjuar, që kemi mësuar kur ishim të vegjël, një ato ynë, Falem Mari,
ose lëshojmë në një ofshan, një britme, dhe mbaroj aty. A dim të qëndrojmë në heshtje, për shembull, para Zotit, duke dëgjuar zërin e tij, sepse lutja nuk është veprimtarinë e lafazanëve, vetëm ata që dinë në fol më mirë, jo. Është edhe një shkolla e dëgjimit. Kur ne lutemi, mësojmë edhe si të dëgjojmë. Dhe për të dëgjuar, duhet të mbështetëroj brenda nesh një farë heshtje. Nuk do zgjas më sepse unë jam rehat tonë në hije, kurse ju po